shok dhe shoqe. LSI-a sot është partia e vetme që mendon si t'ju japi shansin jo vetëm ju që jeni këtu, antarëve të Lëvizjes Socialiste për Integrim, po çdo qytetari të Shqipërisë. Vota e rinisë është i vetmi mjet që rinia ka për të marrë në dorë fatin e saj që ne ta shkruajmë vetë historinë dhe të ardhmen tonë. Lëvizja Socialiste për Integrim nuk është vetëm një parti e qendrës së majtë. Ne jemi partia e njerëzve të thjeshtë. Ne jemi partia e rinisë dhe e shpresës së rinisë për të gjetur një shans për veten e saj në atë tonë të mrekullueshëm. Rinia te Lëvizja Socialiste për Integrim kërkon shansin për të luftuar varfërinë ekonomike, shansin për arsim më cilësor, shansin për të gjetur mundësi për punësim, shansin për të luftuar depresionin e shkaktuar nga mungesa e punësimit apo arsimit. Ata kërkojnë një shans për një jetë më të mirë. Atë jetë e ato shanse që siguron vetëm Lëvizja Socialiste për Integrim dhe besnikëria që ne i ofrojmë qytetarëve e atyre që besojnë te ne. Për këtë besim që njerëzit kanë sot te Lëvizja Socialiste për Integrim, dua publikisht të falenderoj çdo drejtues e antar të Lëvizjes Socialiste për Integrim që me modesti e përullësi kanë shpërndar ndër vite këtë frymë pozitive dhe e kanë bërë partinë tonë më njerëzore. Rinia ju është mirënjohëse që keni krijuar një parti për njerëzit e ku ka hapësira për gjithë. Si kryetari i Lëvizjes Rinore për Integrim, bashkë me të gjithë miqtë e mi, kemi udhëtuar dhe zhvilluar takime me të rinj në çdo cep, qytet e fshat të Shqipërisë. Kam dëgjuar shqetësimet e tyre dhe problemet që ata jetojnë çdo ditë dhe prandaj 18 qershori është shumë i rëndësishëm për të gjithë ne dhe për të ardhmen tonë. Këtë zgjedhje do të jetë zgjedhje për rininë shqiptare. Në takimet me shumë të rinj, antarë të LRI-s, por jo vetëm, jam ndjerë shumë optimiste për të ardhmen tonë, sepse të rinj besojnë te LSI, kanë shpresën te Lëvizja Socialiste për Integrim dhe angazhohen sepse vetëm me Lëvizjen Socialiste për Integrim ti mund të bësh pjesë e ndryshimit dhe të ndihmosh për ta bërë Shqipërinë një vend më të mirë. Këtë ditë më ka ndodhur të takoj disa njerëz. Madje edhe nëpër gazeta kam lexuar që të rinj nuk mund të jenë pjesë e parlamentit dhe vendimarrjet sepse të rinj nuk e kanë eksperiencën e dur, të rinj nuk munden. Dhe përgjigjja ime është: po pse nuk thon këta njerëz që ka qenë eksperienca dhe kokforcia e liderave aktual që kanë sjell në këtë situatë krize ku ndodhet vendi jonë sot. Madje jo vetëm me liderëve, por edhe shumë antarëve të parlamentit të këtyre forcave politike që rinë shohin dhe asgjë nuk bëjnë për njerëzit. Është eksperienca e këtyre politikanëve që na ka sjell në zënka të vazhdueshme ndërmjet Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike. Kjo eksperiencë e ka çuar vendin tonë në kaos dhe është kjo krizë që ka larguar investimet e huaja, duke vazhduar kështu shanset, duke vdekur kështu shanset për të hapur vende të reja pune. Unë dua që familjet e të rinjve të jenë më të qeta, të mos diskutojnë më për probleme ekonomike, por të kenë shansin për të mbledhur diçka jo për luks, po për të përballuar ditët e vështira. Dua që vendi im të jetë më i qetë, të rinj të kenë më shumë shanse. Unë dua që ne të rinj të kemi një arsim më cilësor. Unë nuk dua që shokët e mi, miqtë e mi të largohen nga vendi im. Për këtë dua të luftoj dhe kam besim te Lëvizja Socialiste për Integrim, te të rinjtë të vendit tonë. Kam besim te thjeshtësia, te programi, te puna, te qetësia dhe maturia e LSI-s për të qenë çdo ditë pranë qytetarëve. Kush më mirë se sa ne mund i zgjidhë problemet e të rinjve dhe t'i japi një dimension të ri vendit tonë. Me LSI çdo i ri ka një shans dhe bashkë jemi edhe më të fortë drejt sfidave për t'i bërë familjes shqiptare më me shumë mirëqenie, paqe, pranë shanseve dhe larg konfliktit dhe drogës. Ka ardhur koha të hapim një kapitull të ri, kapitullin ku të rinj do të shkruajnë historinë e një Shqipërie me më shumë shanse.
Më lejoni t'ju them se çfarë të rinj do të sjellin në parlamentin e ri. Të rinj do të sjellin zërin e tyre, zërin e rinis, do të sjellin ide dhe vizion të ri dhe një eksperiencë të re. Dhe më thoni pak, kush më mirë se sa ne të rinj i kuptojmë sfidat dhe problemet që të rinj shqiptar jetojnë çdo ditë. Ne do t'jemi zëri i të rinjve shqiptar dhe unë dua që të gjithë të rinjt tanë kandidat për deputet të futen në parlament, që të mund të kemi jo vetëm grupin parlamentar të Lëvizjes Hyjnore për Integrim, por që të kemi më në fund Komisionin e Rinisë në parlament. E di që shumë të rinj sot janë të lodhur dhe nuk duan as të votojnë. E di që shumë të rinj sot nuk kanë më shpresë. Por sot dua t'i bëj një thirrje të gjithë të rinjve shqiptar, të gjithë familjeve tona. Nëse doni të dëgjoheni, të respektoheni, të vlerësoheni, nëse doni një edukim më të mirë, votoni Lëvizje Socialiste për Integrim. Nëse doni një punë të paguar më mirë, votoni Lëvizje Socialiste për Integrim. Nëse doni Bashkimin Evropian, votoni Lëvizje Socialiste për Integrim. Sepse Lëvizja Socialiste për Integrim do të thotë një shans për të gjithë. Unë dhe të gjithë të rinj kandidat duam të japim një shans për të gjithë të rinj. Këto zgjedhje janë për të rinj. Ky vend ka nevojë për ne. Ka nevojë që ne të bëhemi bashkë. Faleminderit ekipit të Lëvizjes Hyjnore për Integrim për angazhimin e palodhur, punën e përditshme, iniciativat politike që keni ndërmarrë në qytetet, gjimnazet, universitetet tuaja. Faleminderit dhe mos u lodhni me misionin ton për ta bërë vendin ton më të mirë, vend që krijon më shumë shanse për ne. Unë besoj te LSI. Unë jam LSI, ju jeni LSI, ne të gjithë jemi LSI. LSI do të jetë forcë e parë sepse jeni ju. LSI do të jetë forcë e parë për rinin. LSI do të jetë forcë e parë për familjet tona. LSI do të jetë forcë e parë për Shqipërinë. Vetëm me LSI familjet tona ka një shans për një jetë më të mirë.